Pejgamberi Allahut thot ilaçin e keni në 3 sende. Ilaçin e smundjeve e keni në 3 sende. Në pirjen e mjaltit. Në e ham se ke që gjerë. Për këtë arsye mjalti pijet e nuk har. Mjalti pijet e nuk har. E para në pirjen e mjaltit. E dita në hijame. Pra hijame do të thot thithja e gjakut të keq. Derisa thot pejgamberi Allahu kur kam shku në qiell, nuk kam kalu me një qiell vetëm se me lekët më urdhnonin dhe më thoshin: ja Muhammed, thuaj umetit tanë boj hijame. Ato që kanë problem me shtipje, ato që kanë problem me sheqerin, ato që kanë problem me zemrën, ato që kanë peket, shërimi ma i mirë është hijame. Dhe ishte sunet që ai që të bani hijame mi dhonë diçka. Pejgamberi Allahu t'i jep, kja është loj ilaçit ditë, dhe i treti është me gjegë. A më thot pejgamberi Allahu këtë gjegë më nuk e preferoj.